nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. 1/3 e pacientëve që paraqiten këto ditë të para të nëntorit në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani vojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Burime nga shërbimi bëjnë të ditur se mes tyre ka edhe nga ata që s'kan ndjeni për sëmundjen dhe kryesisht janë të moshuar të vetmuar. Në qytetin Muze të Gjirokastrës ka nisur kampi i restaurimit të banesave Monument Kulture. Rreth 120 studentë arkitekturës po zhvillojnë këtu praktikën e tyre mësimore, duke u angazhuar në rilevimin dhe dokumentimin e banesave të vjetra që rrezikojnë shembjen. Ksamili është një vend i vogël bregdetar i njohur si Maldivet e Shqipërisë, fal bukurisë natyrore dhe përpjekjeve të banorëve për të zhvilluar turizmin. Pjesa më e madhe e familjeve mbështeten në këtë sektor, duke ofruar akomodim, ushqim dhe shërbime të ndryshme për vizitorët. Megjithatë, muajt e dimrit janë sfidues pasi numri i turistëve bie ndjeshëm dhe banorët mbeten vetëm me bizneset e vogla. Jani Zoko është artisti që gjen frymëzim në çdo detaj të natyrës dhe në arkitekturën e qytetit të Gurt. Me penelin e tij ai përcjell dashurinë për artin dhe traditën, ndërsa aktualisht po përgatitet për ekspozitën e radhës në shtetin Helen. Ju njohim tani më gjerësisht 1/3 e pacientëve që paraqiten këto ditë të para të nëntorit në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani vojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Burime nga ky shërbim bëjnë të ditur se mes tyre ka edhe nga ata që s'kan ndjeni për sëmundjen dhe kryesisht këta janë të moshuar të vetmuar. Ndryshimi i temperaturave ka reflektuar edhe në urgjencën e Spitalit të Gjirokastrës. Rastet më të shpeshta që trajtohen janë problemet kardiake, të cilat zën 1/3 e vizitave që kryen në 24 orë. Po thuaj se kemi më shumë se një javë që kanë filluar pak e nga pak me ndryshimin e kusheve atmosferike të riparaqiten në urgjencë problemet kardiake. Domethënë pak a shumë që janë probleme më serioze dhe problemet më të rënda, domethënë për urgjencat. Kryesisht kemi të bëjnë me tensionet e larta, me dhëmbjet e gjoksit, me këpucshmëritë, me shumë njerëz kanë dhe vështirësi kur ecin ose sidomos në malore marrje fryme, po kështu shoqërohen këto dhe me probleme pulmonare, që kryesisht shënohet me marrje fryme, dhimbje gjoksi. Një pjesë e kësaj kategorie pacientësh i përket moshës së tretë të patrajtuar me medikamente, të cilët paraqiten për ndihmë kur sëmundja është zhvilluar. Dëgjeti më kryesor në këto është ata që janë të sëmur kronik, sidomos ata që nuk janë vizituar, domethënë ose nuk janë rikontrolluar nga mjeku dhe ndryshon sezoni dhe mbas se ka nevojë të ndryshojë edhe kurra. Po kështu janë pacientët me risk, të cilët një pjesë e tyre nuk marrin mjekime, por edhe pas here kanë shqetësime, sidomos ata që janë moshë tretë, që janë person me risk dhe me ndryshimin e klimës, me ndryshimin e kusheve atmosferike, ata paraqiten në urgjencë. Një pjesë të referojnë që nuk kanë pasur, nuk kanë marrë mjekime kronike ose nuk kanë qenë sëmur, po kuptohet që ata kanë kohë të gjatë që kanë pasur probleme, po nuk është se kanë ndjekur ose nuk janë vizituar ose nuk kanë bërë analiza. Dhe sidomos në moshat që janë dhe shik të mëdhaja, ata paraqiten për herë të parë në urgjencë, jo vetëm me urgjencat normale, po dhe në analiza janë problematik, po dhe në gjendja për tyre përgjithshme janë problematik, do më thënë kemi dhe shumë moshat të treta që jetojnë dhe vetëm, fëmijët i kanë lartë dhe ka qenë një mungesë kujdesi dhe për ata. Pas sëmundjeve kardiake, renditen. Që nga alergjitë, që nga problemet e stomakut, problemet pulmonare, problemet neurologjike, her pas here, do më thënë kemi ato janë probleme që i kemi tërkohën, po paka shumë ajo që në këtë periudhë 10 ditore është që rifillimi i sëmurëve kardiak që vinë në urgjencë. Jo vetëm për të sëmurët kardiak, por edhe ata që vuajnë nga patologji të tjera, mjekët në stilin e dimrit rekomandojnë rishikimin e dozave të medikamenteve pas një konsulte me specialistin. Ka arritur në 230 numri i banorëve të vaksinuar me vaksinën e gripit stinor në njësinë administrative të Mesopotamit në Bashkinë e Finiqit. Njëkohësisht ulet numri vaksinave që sjellin vetë banorët nga Greqia. Qendra shëndetësore e Mesopotamit në Bashkinë e Finiqit ka në varësi administrative 15 fshatra. Në çdo fshat funksionon ambulanca me një infermier përgjegjës, kurse 2 mjekët përgjegjës japin shërbimin parësor, kryejnë vizita tek pacientët edhe pranë banesave. Gjatë javëve të fundit poshtojnë përpjekjet për sensibilizimin e banorëve në mënyrë që të kryejnë vaksinën e gripit stinor. Në përgjithësi nuk kemi pas asnjë problem për vaksinimin.
kanë ecur shumë mirë, edhe sipas nevojës, po edhe sipas kërkesës që kemi bërë. Deri tani janë kryer rreth 230 vaksina. Ka interes, janë ato që kanë edhe smundshmëri kronike, si diabet, bronkite kronike, bronkoektazi, bronkopneumopati. Megjithatë, numri banorëve që sjellin vaksina nga Greqia është ulur ndjeshëm. Shumica e vaksinave tani po bëhen këtu në qendër, nuk se ka edhe disa që marrin vaksina nga Greqia, nga që kjo është një zonë minoritare. Edhe vene vinë shumë herë, lëvizjet janë të shpesha, edhe marrin edhe andaj, po tani ka shumica e vaksina merren këtu. Njësia administrative e Mesopotam ka të regjistruar 5200 banorë, kurse 2/3 e tyre ndodhen në emigracion. Në Tepelen u zhvillua ceremonia e hapjes së fushatës zgjedhore të kandidatit socialist për bashkinë Gramos Sako. Në këtë aktivitet morën pjesë qytetarë të rinj dhe familjar të zonës. Gjatë fjalës së tij, kandidati Sako theksoi rolin e rinisë në zhvillimin e qytetit dhe evidentoi punët e kryera në infrastrukturë, arsim apo hapësira publike. Ai deklaroi se programi i tij përfshin nxitjen e punësimit për të rinjt, zhvillimin e turizmit dhe atë të një bujqësie të qëndrueshme. Në një atmosferë plot energji rinore, u zhvillua në Tepelen ceremonia e hapjes së fushatës të kandidatit socialist për bashkinë Gramos Sako, ku pjesëmarrja i gjerë të rinjve, qytetarëve dhe familjarëve dha një mesazh të qartë. Tepelen apo ecën përpara me besim e vazhdimësi. Në fjalën e tij, kandidati theksoi se kemi zgjedhur jo rastësisht që këtë fushatë ta nisim me ju, brezin e ri të Tepelenës, me ata që kanë energjinë, idetë dhe besimin se ardhmja ndërtohet këtu në vendin ton, sepse kjo është koha e rinisë, koha e punës dhe e vazhdimësisë. Zgjedhur rastësisht që këtë fushatë ta nisim me ju, me brezin e ri të Tepelenës, me ata që kanë energji, ide, besim të ardhmen që ndërtohet këtu në vendin ton, sepse kjo është koha e rinisë, koha e punës, koha e vazhdimësisë. Sako evidentoi se në këto vite Tepelena ka ndryshuar shumë, duke u transformuar përmes punës në infrastrukturë, arsim, ujësjellës, ndriçim dhe hapësira publike, që sot janë kthyer në qendra komunitare. Kush ka sy për të parë e zemër për të ndjerë, e di që puna e bërë nuk është as slogan edhe as fjalë, u shpreh ai. Në këto vite Tepelena ka ndryshuar shumë. Kush ka sy për të parë dhe zemër për të ndjerë, e di që puna nuk është slogan, as fjalë, ajo është në rrugë, në fshatat e qytetit, në shkollat të reja, në investime, ujë, dritë, kanalizime, në hapësira publike që janë kthyer në vende komunitare. Duke ju drejtuar të rinjve, kandidati i mazhorancës tha se duam që pas arsimit tuaj të mirë, pas përvojave që fitoni në universitete, të ktheheni këtu në qytetin tuaj për të ndërtuar jetën dhe të ardhmen tuaj. Ne duam që pas arsimit tuaj, pas përvojave që do fitoni në universitete, të ktheheni këtu në vendin tuaj për të ndërtuar jetën dhe të ardhmen tuaj. Tepelena ka potencial të jashtëzakonshëm. Natyrë të rregullueshme, tokë pjellore, ujë të çmuar, histori dhe kulturë që bëjnë pasuri kombëtare. Kemi çdo arsye të trenohemi dhe të punojmë për to, për vlera të kthehen në burim të mirëqenies për qytetarët tanë. Kjo është rruga që kemi nisur, do ta çojmë deri në fund. Sako nënvizoi se programi parashikon investime për rritjen e punësimit të rinjve, sipërmarrjeve, zhvillimit të turizmit dhe bujqësi të qëndrueshme. Në qytetin Muze të Gjirokastrës ka nisur kampi restaurimit të banesave monument kulture. Rreth 120 studentë arkitekturës po zhvillojnë këtu praktikën e tyre mësimore, duke u angazhuar në rilevimin dhe dokumentimin e banesave të vjetra që rrezikojnë shembjen. Në Gjirokastër ka nisur kampi i restaurimit të banesave monument kulture me pjesëmarrjen e rreth 120 studentëve të arkitekturës nga Shqipëria. Ata vlerësojnë këtë eksperiencë dhe shprehen se kjo praktik ju shërben për të zbatuar në terren njohuritë e marra. Ky monument është hamami i Gjirokastrës, është një monument goxha i vjetër, i cili ka një rëndësi shumë të veçantë, pasi kjo përfaqëson shumë mirë arkitekturën e zonës dhe ne këtu do të zhvillojmë rilevimin e saj. Kjo është një eksperiencë shumë e veçantë për ne, sepse këto na mësojnë shumë për praktikën në terren. Këto janë disa banesa komplekse të cilat ne na mësojnë më tepër për fushën tonë. Edhe ne kemi pas fatin për të rilevuar dhe për të kryer një plan restaurimi për hamamin, i cili është një projekt që nuk është se gjendet
shpesh edhe do jetë një projekt që do na ndihmojë për të zhvilluar edhe në karrierën tonë. Për shkak të elementeve që ka, është një nga ndërtesat e pakta, le të themi, janë vetëm 3 në vendin tonë që kanë ngelur të kësaj tipologjie, kështu që unë mendoj që kjo eksperiencë sot do na ndihmojë shumë ne në karrierën tonë, pasi nuk besoj se do të kemi përsëri një mundësi të tillë dhe gjithashtu mendoj se mund të japim vërtet një vlerë shumë të madhe ose një ndihmë shumë të madhe për Gjirokastrën me projektet që mund të sjellim për restaurimin e kësaj ndërtese. Kampi është pjesë e praktikës mësimore të arkitektëve të rinj, por pritet të sjellë rezultate të rëndësishme për sa i përket rivelimit të banesave, monument kulture të kategorisë së parë dhe të dytë në rrezik shembjeje. Njihen me banesa të reja çdo vit, banesa tradicionale gjirokastrite dhe gjithashtu gjatë punës së tyre përdorin edhe mjetet më të sofistikuara, le të themi teknologjike, dron, skaner, krahas atyre tradicionale që janë gjithmonë mjetet që kanë gjithmonë me vete. Gjithashtu e gjithë kjo eksperiencë mbyllet dhe me një botim për banesa gjirokastrite me studentët dhe me universitetin nga i cili vinë. Midis objekteve është dhe kompleksi i hamamit, krojet dhe xhamia, ku do trajtohen të plota. Normalisht hamami është një ushtrim i vështirë për studentët, i bukur nga ana estetike dhe nga ana gjeometrike ka shumë, po themi, element, siç janë kupolat, apo nxjerrja e strukturës, format komplekse, apo dhe zgjidhja funksionale që është dhënë në periudhën që është projektuar. Dhe studentët janë të motivuar, e dinë vështirësinë e projektit që u ka rënë. Kampi restaurimit në Gjirokastër nuk është vetëm një praktikë mësimore për studentët e arkitekturës, por edhe një kontribut i çmuar në ruajtjen dhe dokumentimin e trashëgimisë son kulturore. Ksamili është një vend i vogël bregdetar i njohur si Maldivet e Shqipërisë, fal bukurisë natyrore dhe përpjekjeve të banorëve për të zhvilluar turizmin. Pjesa më e madhe e familjeve mbështeten në këtë sektor duke ofruar akomodim, ushqim dhe shërbime të ndryshme për vizitorët. Megjithatë, muajt e dimrit për ta mbeten sfidues pasi numri i turistëve bie ndjeshëm dhe banorët mbeten vetëm me bizneset e vogla. Ksamili është një vend i vogël i cili vitet e fundit po njihet si Maldivet e Shqipërisë. Bukuria natyrore e tij, me plazhet e kaltër dhe ujërat e kristalta, tërheq çdo vit turist nga vende të ndryshme të botës. Për banorët turizmi është sektori kryesor i jetesës dhe pjesa më e madhe e familjeve mbështeten në këtë sektor. Ata kryesisht merren me turizmin, duke ofruar akomodim, restorante dhe shërbime të ndryshme për vizitorët. Për ta bizneset e vogla janë një mënyrë për të siguruar të ardhura dhe për të mbajtur gjallë ekonominë e zonës, duke u përpjekur të përmirësojnë gjithnjë shërbimet dhe përvojën e turistëve. Është vendi, klima e pasër, deti i pasër janë gjitha. E ushqimet e gjitha, po thoj se mirë, po përneve mirë është rregulluar diku. Jo keq, në krahasim nga vjetet tutje. Ka patur investime? Po, goxha investime. Gjithë këto rrugë që janë bërë, vjetë u bënë gjitha. Po që investimet mira. Dhe po vazhdojnë akoma mirë. Banorët shumica janë jashtë këtu, ne kemi kërë plejtë. Jeta shumë e mirë është, po goxha mirë. Për këta që kanë pushosa që punësojnë shumë mirë. Nuk kanë kohën janë mirë. Ksamili tani jeton me të ardhurat e sezonit. Vinë shumë turista. Dhe me biznes dhe me ndërtimin. Të gjithë kështu punojnë këtu. Ne jemi të kënaqur. Jo, më të shumë do të janë të ardhur. Nuk ka. Të ardhur nga çdo vend. Ju vetë nga jeni? Nga Tepelena. Po. Kam 25. Jam shumë e kënaqur. Si ka ndryshuar Ksamili vit pas viti? Sa po vinë dhe po bëhet më i mirë. Sa po vinë dhe po bëhet më i mirë. Po vinë shumë turistë, jemi të kënaqur me turistët që vinë. Muajt e dimrit janë më të vështirët për banorët e Ksamilit pasi numri i vizitorëve bie ndjeshëm. Gjatë kësaj periudhe ata mbështeten vetëm tek bizneset e vogla që funksionojnë gjatë gjithë vitit dhe përpiqen të gjejnë mënyra për të përballuar kostot e jetesës deri në sezonin e ardhshëm turistik. Po tani po thoj se 3 muaj punë që bëhet, kështu që ka të ardhur, ajo se s'ka. Në turizmi s'ka gjithë tjetër ndërtim, ku bëhet në ndërtime, këto janë tani për tani. Po gjatë dimrit që turistët paksohen? Po gjatë dimrit që s'ka problem, cili do e ka marrë që veten gjatë stinës turizmit. Dimrit ikin, shumica ikin.
të njerëzve këtu, shkollojnë fëmijët ku në Tiranë, ku në vende tjera. Po ju i mbani bizneset hapur edhe Ne mbajmë këtë këtu. Kurse fëmija rrinë Tiranë, është pak më e vështirë. Se sa do, si që i merë ato lek, do jetësh prapë në ndërtime, në rregullime. Banorët e Ksamilit shprehen se me gjithë sfidat e dimrit ata janë të përkushtuar të ruajnë bukurinë dhe traditën e vendit të tyre. Turizmi mbetet shpresa kryesore për zhvillimin ekonomik, ndërsa përpjekjet e tyre për të ofruar shërbime cilësore dhe mikpritje të ngrohtë e bëjnë Ksamilin një destinacion të veçantë që tërheq vizitor gjatë gjithë vitit. Në bashkinë e Libohovës ka nisur korja e ministrit e cila këtë vit ka ardhur me vonesë për shkak të kushteve klimatike. Sipas specialistit të bujqësisë Filip Zera, deri tani është korrur rreth 40% e kësaj sipërfaqeje. Paralelisht, fermerët po përgatisin tokat për mbjelljen e vjeshtës. Në bashkinë e Libohovës fermerët janë në kulmin e punës së tyre. Kjo periudhë gjen ata të angazhuar kryesisht me korrjen e misrit, një proces që këtë vit ka ardhur disi me vonesë për shkak të kushteve klimatike. Sipas specialistit të bujqësisë pranë bashkisë Filip Zëra, deri më tani është korrur rreth 40% e sipërfaqes së mbjellë me misër. Në bashkinë Libohovë, periudha që po flasim përkon me korjen e kulturës së misrit si dhe mbjelljet e vjeshtës. Korja e misrit në bashkinë Libohovë për shkak të kushteve atmosferike të cilat nuk kanë qenë të përshtatshme, me rreshje të shumta dhe lagështi, është bonuar për momentin. Deri më sot janë korrur rreth 40% e sipërfaqes. Shkak janë bërë kushtet dhe lagështia që ka kjo kulturë. Krahas korrjes së misrit, fermerët e zonës po vijojnë edhe me punimet e stinës së vjeshtës. Ata janë duke përgatitur tokat për mbjelljet e reja. Paralelisht po punohet edhe për mbjelljet e vjeshtës. Në mbjelljet e vjeshtës, kultura e tërshërës për hasëll ka përfunduar, ka pak sipërfaqe të pambjella me këtë kulturë për kokës. Ndërsa është mbjellë kultura e elbit në masën rreth 80% në një sipërfaqe prej 70 hektarësh. Mbjellje ka në të gjitha fshatrat e zonës fushore, në fshatin Bulo, në Nepravisht dhe në Libohovë. Ndërsa për kulturën e grurit, sapo ka filluar mbjellja e grurit. Është në hapat e para, janë mbjellë rreth 20 hektar, kryesisht në Nepravisht dhe në Bulo. Aktualisht në territorin e bashkisë Libohovë janë mbjellë rreth 70 hektar me elb, 80 hektar me grur dhe 220 hektar me misër. Autoritetet vendore shprehen se po ndjekin nga afër ecurinë e punimeve dhe mbështesin fermerët për të siguruar rendimente sa më të mira për sezonin që vjen. Veshje tradicionale të kulturës, por rikthehen sot në vëmendje jo vetëm për vendasit, por edhe për të huaj që i shohin si art dhe kulturë të gjallë. Në këtë zonë, mjeshtrat artizan po japin jetë traditës shqiptare. Në kulturë, tradita dhe historia ndërthuren ende në fije të stofit të vjetër. Veshjet tradicionale të kësaj zone, dikur pjesë e përditshme e banorëve, sot janë bërë simbol krenarie dhe burimi interesi për vendasit dhe të huajt. Aktualisht po merre me një veshje të meshkujve, ta dizajnojmë, ta vendosim, ta bëjmë, edhe ka kërkesa. Për një që e di se çdo të thotë është i vështirë. Do pak kohë që të dali puna perfekte. Një pjesë realizohet me makinë, po e shumta realizohet me dorë, me qëndisje. Në qoftë se fokusohesh tek ajo veshje, mos të bësh punë tjetër, për një muaj e mbyll. Janë edhe grupet që këndojnë, kupton edhe i kërkojnë këto veshje. Për emigrantët dhe të huajt, veshjet tradicionale janë më shumë se kostume, janë një mënyrë për të njohur historinë dhe kulturën shqiptare përmes artit edhe punës së dorës. Po edhe migrantët kërkojnë se duan traditën e tyre, kupton, ta kenë ta marrin me vete. Ka kërkesa të shkollave sepse bëjnë aktivitete dhe duan, nëse unë i kam këtu, i marrin me qera, i sjellin prapë. Sot, këto veshje nuk janë thjesht relike të së shkuarës. Në çdo festë lokale, në panaire artizanale apo aktivitete kulturore, ato rikthehen për të treguar historinë e një populli që nuk harron rrënjët. Jani Zoko është artisti që gjen frymëzim në çdo detaj të natyrës dhe në arkitekturën e qytetit të Gurt.
Me penelin e tij, ai përcjell dashurinë për artin dhe traditën, ndërsa aktualisht po përgatitet për ekspozitën e radhës në shtetin Helen. Jani Zoko, që në moshë të vogël është tërhequr nga ngjyrat, format dhe harmonia e perfeksionit, qoftë në natyrë apo në objekte. Dashuria për artin u shfaq herët, ndërsa talenti i tij spikati që në moshën 10 vjeçare, i frymzuar nga arkitektura karakteristike e qytetit të Gurt, pikturat e tij pasqyronin ndjeshmëri, kujtesë dhe dashuri për traditën. Ai rrëfen se kjo lidhje fort me natyrën dhe qytetin e lindjes e udhëhoqi drejt këtij profesioni. Më ka fryzuar shumë peizazhet, portat karakteristike të Gjirokastës, trarët e këto shtëpitë njëra mbi tjetrën, rrugëzat e ngushta, shumë të bukura. Edhe këto. Edhe mbajta pastaj tash të vazhdoj pikturën. Këto nëse më kështeri në gjak piktura, që edhe më i vogël akoma flas, por me këto pikturë flas në vaj, kur në vaj se nga mosha 67 punoj me lapsa me këto. Më pëlqente natyra, më pëlqente kisa qif, më pëlqente e bukura. Edhe mes të bukura vëlla nga piktura, se piktura ka të gjitha ngjyrat. Nuk është si një jetë që ka gjërat bukura, janë punon me emocione kështu, po nuk shef ngjyrën, nuk shef emocionin e këtu njerëzit, këtë bësh me njerëz direkt, me peizazh në dita. Më pëlqen shumë piktura e kavaletit, që është kjo, domethënë se kjo shpreh të gjitha ndjenjat emocionet që ka me natyrën direkt. Pastaj piktura monumentale, që janë pikturat murale, formate shumë të mëdha. Këto dy ishin tematika dhe kompozicioni. Në vitin 1991, ashtu si shumë shqiptar të tjerë, edhe Jani Zoko provoi emigrimin. Edhe jashtë vendi, ai nuk ju nda pasionit për pikturën. Përkundrazi, e përfaqësoi atë si profesion dhe mënyrë jetese. Në shkurt të 91-shit, shkova në Greqi. Atje fillova pastaj avash gjunë e njifja, avash me galeri të vogla. Pastaj përqendrova në 3-4 galeri të mëdha, bashkëpunova me 4 pitore emër në Greqi. Gjatë viteve, Zoko është vlerësuar disa herë për punët e tij artistike. Veprat e tij janë të shumta dhe të larmishme në zhanra, ndërsa shumë prej tyre janë dhuruar ose shitur, duke gjetur vend në koleksione të ndryshme. Kavaletit janë mbi 300-400 punime. Kavaletit janë këto, të ndryshme. Piktura murale janë disa që janë për hotele, janë për qendra të mëdha që bën simpoziume, kongrese, që bën dasma të tjera, janë marrin nga 800 veta. Janë 10 piktura në çdo sallon, janë shumë të mëdha, sa që mundi të drejtë. Edhe kam dhënë, më ka pëlqyer, jam emocionuar nga personi që ka ardhur apo nga personi që ka ardhur, nëse ai kërkoi pikturën, pse e pëlqen piktura, do ta vë në sallon, do ta vë këtu, edhe me që kështu merre, kaq. Është gjë pika e efeksionit tonë, më e larta, të marrësh pjesë në një ekspozitë. Aty pastaj vlerësojmë punët. Për të, piktura është gjithçka, një mënyrë të jetuarit pa të cilën nuk e imagjinon dot ditën. Unë jam martuar me pikturën. Dojë në pa pikturën. Nuk bëhet. Ekspozitat përbëjnë kulmin e prezantimit të një piktori, edhe për Zokon, ato kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në karrierën e tij. Aktualisht, ai kalon pjesën më të madhe të kohës në studio, ku po përgatitet për ekspozitën e radhës, që do të mbahet në shtetin Helen. Hapa ekspozita personale, 7, 8, 10, plus në për ekspozita përbashkëta kam për pjesë gjithmonë. Në ekspozita përbashkëta. Jam vlerësuar me çmim aty. Më vlerësuan nga gjithë kjo aktivitet që kam bërë, se jam punuar shumë dhe në Evropë. Belgjike, Luksemburg, Gjermani, tjera këto, i kam gjitha me filmime. Më pranuan antar të lidhjes për artet figurative të Greqisë. Unë dhe këtu kur janë Gjirokastra herë, hapa 2 ekspozita personale këtu, merja pjesë në gjitha ekspozitat. Aty kam bërë disa ekspozita, po ekspozita është një gjë për ne është si një koncert i madh. Të marrësh pjesë në ekspozita me piktorë të mirënjohur grek, suedeze, zvicerane, kështu, kombëtare, ndërkombëtare, po dhe lokale, në disa qytete. Në Selanik, në Kalamata, në Trikalla, që janë këtu në Prishkuj, në Greqi po. Është kalon mes emocioneve të mëdha. Për Jani Zokon, natyra mbetet frymëzimi i përjetshëm. Çdo ditë me penelin e tij, ai derdh ngjyra dhe ndjesi mbi telajo, duke dhënë një jetë pikturave që flasin për shpirtin e artit dhe dashurinë për botën që e rrethon.
Luftëtari e përfundon me humbje sfidën e javës së 10 të kampionatit me Besën. 1-2 përfundoi ky takim, i cili foli për kavajasit të cilët përveç 2 golave të shënuar, shpërdoruan pafund raste për të shënuar në stadiumin Gjirokastra. Luftëtari Besa, takimi luajtur në kuadër të javës së 10 të kategorisë së parë në futboll është mbyllur me fitoren e kavajasve 2-1. Kjo është fitoria e dytë radhazi për ta, ku gjatë 90 minutave dominuan në lojë dhe krijuan shumë raste, që në minutat e para verdhëzinjt detyruan luftëtarin të mos dilte dot në mesfush dhe kavajasit kontrolluan lojën. Pas disa goditjeve të pasakta drejt portës me Spahiun, Chinuendu shënon golin e parë. Një top brenda zonës, goditje diagonale dhe rjeta e tundur 1-0 për Besën. Vendasit tentuan me kundërsulme dhe 4 minuta më vonë luftëtari fitoi një 11 metërsh që u finalizua në gol nga Lala. 4 minuta më vonë kavajasit shënuan golin e dytë kur Spahiu godet me kokë brenda zonës. Në shifrat 2-1 për Besën u mbyll fraksioni i parë. Pjesa e dytë nisi me një mori rastesh për Besën, por skuadra shpërdoroi disa mundësi të sigurta. Sigurisht një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, domethënë pozicionin që jemi. E konsiderojmë ndeshje të vështirë, për arsye sepse unë luftëtarin e kam parë ka bërë ndeshje të mira, sidomos edhe në fushën e saj ka qenë një skuadër pothuajse pamposhtur. Por duhet të komplimentoj skuadrën time, duke patur parasysh që arritëm një fitore të mirë në pjesën e dytë. E vetmja negative ishte sepse u krijuan shumë mundësi, sidomos në 20 minutat pjesës dytë, duhet ta kishim mbyll ndeshjen, por megjithatë skuadra e menaxhoi mirë, luajti mirë, nuk i lam hapësira luftëtarit. Para këto momente për ne është shumë e rëndësishme fitoria. Unë, me thënë drejtën, kam ardhur javën e tretë, na ka munduar ndeshjet veçanta dhe pak fati. Pastaj disa ndeshje negative sigurisht rëndohet skuadra në planin psikologjik. Them që s'duhet të gëzohemi sepse nuk jemi në pozita të mira, por i gëzohemi 2 fitoreve radhësit, sepse situata ishte shumë e vështirë dhe shumë e ndërlikuar, sidomos në aspektin psikologjik. Pas javës së 10, Besa shkon në vendin e 8 të tabelës së klasifikimit me 10 pikë, ndërsa luftëtari mban vendin e 10 me 9 të tilla. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.